Ndërgjëm, qyshe arsyeton ti një vit para prak, anullimin e ekskurzionit për maturant, dërsa vitin e arshëm e pagu 150.000 euro. Kur është vit zgjedhor? Ndoshtë e vërtet, absolutisht është e vërtet. E din këtë Gilani këtë punë. E ka anullu, dëgjëm, javë ke mungu drejtën zonësa. Tash do shme dëgju. Po së paku, ma e një kohën që t'ja adresojnë gjitha shqecimet që i 6 minuta më thanë që i keshit në dispozicion. Do të mundohem gjithve mjë dhonë mundësit barabartë. Ky flet për disa projekte në zonat rurale, mirë ka bu që i ka kry. Unë në njerë po këthejna, asë një projekt, 114 milion euro në vlerë, projekte të përfundume, kë nuk i ka prek. Asë nuk i ka këqyrë. Kjo është skandaloze. Do me thonë, edhe për kundër asaj, edhe për autostrat, edhe për palestër, edhe për stadium, ka pas premtim publik, edhe të këti zotnis që është kryetar komunës sot në detyrë, nikje, edhe i kryeministrit në detyrë, të dytë bashkë ka bo premtim për këtë punë, edhe për autostrat. Unë e veç për pëse si ke kry. Pse si ke kry? Ti të regon? A veç pytet i bërë? Dëgjëm, ti po më mbje kesh, po ti po flet pa lidhje. Unë po thëmë, unë po të regoj me gjona konkrete. Dëgjëm, unë po të regoj me gjona konkrete. Unë po të thëmë që asë një projekt nuk e ke njist. Asë një projekt nuk e ke kry, ti ndel mua aty e flet për shifra në pjesë rurale. Ti të regon pëse se ke kry autostradën, stadiumin e qytetit. A diti që ti je vetëmi kryetar në komunë Gilanit, që e ke prish palesën e qytetit, edhe pa e regullu palesën e Zhegrës. Sot klubet sportive shkojnë Kamenic lunë. Ti flet për regulloret sistematizimit vendeve të punës, e akuzon asamblen, ndërsa e ke marrë model komunën e Kamenicës për atë regullore. A dinte që e ke pru në kuvend edhe ke harru me editu. Nuk o kjo korekte që po flet.